Përshëndetje të nderuar shikuese Infodes, mirë se po takohemi edhe sonte. Si zakonisht do të njohim titull kryesor që kanë karakterizuar ditën e sotme, pra edhe një herë ka dështuar seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës për kandidatën për kryetarit të Parlamentit të Kosovës, e cila është propozuar nga lëvizja vetëvendosje, e cila është Arbolina Haxhiu. Për këto dhe më shumë të reja që ka ndodhur në vendin tonë, juftojmë të ndjekni një blok të lajmeve të përgatitur nga desku i lajmeve i DTV Medias për të vazhduar me musafirët në studio, për të cilët do të flasim për çështjet e sigurisë në vend, çështje që kanë të bëjnë me kryeqytetin, si dhe një deklarim të një gazetares të cilës ka një rrëfim jashtëzakonisht interesant që ka të bëjë me sigurinë e gazetarëve. Ju lëm në ndjekim të rejat në vend. Lëvizja vetëvendosje ka dështuar sërish të zgjedh Arbolina Haxhiun, kryetare të Kuvendit, në tentimin e 4. Emri Haxhiut u propozua edhe të premten me 25 prill nga nënkryetari i lëvizjes vetëvendosje Glau Konjufca. Konjufca kërkoi mirëkuptimin e deputetëve, por siç thai, zhbllokimin e situatës. Emri ynë i vetëm është Arbolina Haxhiu për kryetarët të Kuvendit të Republikës Kosovës. Ju kërkoj mirëkuptimin e juaj që të kontribuoni zhbllokimit të kësaj situate në cilën kemi mbetur, ashtu që të mund të kalojmë në faza tjera dhe të zgjedhjes së nënkretarëve të Kuvendit të Republikës Kosovës. Me 118 deputet të pranishëm në sallë, Arbolina Haxhiu mori 57 vota për, 47 kundër dhe 3 abstenime. Sërish kemi rezultatin për 57 vota, 47 janë kundër, kemi edhe 3 abstenime. Në bazë të kësaj, kandidatja nuk votohet dhe detyrohemi ta ndërpresim seancën. 27 prill, sërish në ora 10, shihemi përsëri. Para se të nisë votimi, edhe Dehari kërkoi mirëkuptimin e deputetëve për zhbllokimin e situatës. Më nuk më takon ta imponoj votimin, por do të ishte mirë të ketë mirëkuptim që ta zhbllokojmë këtë situatë, se vërtet qytetarët po presin që të krijohen institucionet e Kosovës. Ky ishte tentimi 6 për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Partitë që deri më tash ishin në opozit kanë deklaruar se emri i Haxhiut është i papranueshëm për kryetare të Kuvendit, e ndërkësh lëvizja vetëvendosje ka ngul në propozimin e njëjtë. Kandidatja e propozuara nga lëvizja vetëvendosje për kryetaret të Kuvendit, Arbolina Haxhiu, thotë se nëse refuzohet konstituimi i Kuvendit të Kosovës, vendi duhet të shkojë në zgjedhje. Haxhiu, pas dështimit të saj të radhës për të marrë votat e mjaftueshme për kryekuvendare, tha se propozimi për këtë pozitë i takon partisë fituese, në këtë rast lëvizjes vetëvendosje. Ai theksoi se nëse partitë opozitare refuzojnë propozimin e lëvizjes vetëvendosje, ai ushtroi pyetje për opozitën. Atëherë ku do t'i marrin 61 votat për të votuar nën kryetar? Se tashmë e ka dhënë qartë qëndrimin e saj, duket që ka mungesë të vullnetit që të konstituohet Kuvendi i Republikës së Kosovës, por ne jemi shumë të gatshëm që t'i presim partitë politike që të flasin me to për datën e zgjedhjeve. Në qoftë se ata refuzojnë që ta konstituojnë Kuvendin e Republikës së Kosovës, atëherë është e qartë që vendi duhet të shkojë në zgjedhje. Lloja Kushtetuta e Republikës së Kosovës parashet që duhet të jenë 61 vota për kryetarin e Kuvendit, por njësoj vlen edhe për nënkryetaret e Kuvendit. Sipas kësaj logjike, i bie që në qoftë se ata refuzojnë që të votojnë propozimin e lëvizjes vetëvendosje, atëherë ku do t'i marrin ata 61 vota për ta votuar nënkryetarin? E pyetur sa është e gatshme të rritet nga propozimi për kryetarit të Kuvendit, Haxhiu tha se vetëvendosja ka qëndrimin e qartë dhe se e rëndësishme është të zhbllokohet Kuvendi i Kosovës. Nuk është çështja këtu a do të largoheni as do të largoheni. Vetëvendosja ka qëndrimin e qartë. Prandaj është e rëndësishme që të zhbllokohet Kuvendi. Besoj që qytetarët e Republikës së Kosovës e kanë tepër të rëndësishme që të konstituohet Kuvendi dhe të votohet qeveria e re. Vazhdimi i seancës, tha Dehari, do të mbahet dielën më 27 prill në orën 10. Ky ishte tentimi i 6 për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Shpresoj që ta votojmë për parlamentarin, është me rëndësi. Ne kemi dhënë disa opsione, po s'kam ende informace, atë të ketë në ndryshim.
këtë thonë se nëse do të jetë një kandidat unifikues e japin votën. Sa shpropozim, na kemi shqetësoni ne ajo ka qenë nënkëtare, edhe e kem pa në udhëzet shansa ka qenë korrekt, kam bërë qendrën shumë pasën të respektueshëm. Po ne do të ishte problem me votuar atë. Po edhe Shqipja Shelini, pak sikur edhe edhe Dauti edhe Lahia edhe plot kanë miqësi me Rexhen, Kalina ashtu në diskutim gati rastisht. Ne kemi propozuar ka dy emra si ndihmës. Amnidari e ka vesh një rol me ushtru udhëheqjen e kuvendit edhe seancës si deputeti ma plak. Dhe na respektojmë për moshën edhe për kontributin që e ka për këtë vend, po veç procedura do të më dheq, kur gjo s'ka ndodhë. Tash me thonë drejtën, unë nuk lak pa dignitet shmejmë i lakuemna dhe njerëzve, edhe a ke pa kena arme një situatë kur thot unë nuk mojmë më zhjetë se më ka propozu të kusht tjetër, që lakimi emra është që bënë dëmë kandidat. Tanim leni themi që në qofë se gjatë këtyre 2 ditëve nuk ka pas marrëveshje politike dhe kjo seancë do t'jetë e kotë. Partia e parë, partia që ka më shumë të numrin e deputetëve në këtë parlament, e ka për detyrim demokratik të gjej kompromis me partitë që kanë ofruar gatishmëri për kompromis. Në qofë se nuk ka marrëveshje politike për zgjedhjen e kryeparlamentarit, do të jetë një seancë si çdo seancë tjetër. Tani, qëndrimet e Lidhjes Demokratike të Kosovës tashmë keni të qarta, ne si LDK ndajmë pikpamje krejt ndryshe prej partisë së parë, edhe sa i përket politikave publike në vend, edhe sa i përket qasjes, edhe sa i përket vizionit për të ardhmen e Kosovës. Por ne jemi një parti me 20 deputet. Kam parë e kam dëgjuar dhe parti tjera parlamentare që kanë gatishmëri të takohen e të gjejnë kompromis me partinë e parë, le ta bëjnë një gjë të tillë. Nga perspektiva jon është tërësisht e pakuptim, besa dhe çuditshme, se si një parti që ka 48 deputet nuk arrin të bëjë një shumicë me 61 deputet. Dhe përkundër kësaj është edhe më çuditshme se si një ditë bëjnë postime se partitë shqiptare janë bashkë me listën serbe, të nesërmën akuzojnë se jo është tërësuar mendja e pas nesër kërkojnë kompromis. Pra nuk din cilën botë kjo gjuhë funksionon. Por LDK shumë është e qartë, por nuk e shoh se si arrit marrëveshja politike me një gjuhë të tillë, edhe me një qasje të tillë. Pra shantazhi nuk do të duhet të ishte gjë diskutimit tani, por kjo është rruga dhe mënyra se si ka zgjedh partia e parë të bëj politikën këto momente. Lejoni edhe një herë të them që jemi të qartë sa i përket qëndrimeve tona, por më tepër bindjet tona janë se partia në pushtet partia e parë duhet të ofrojë një kandidat që përfaqëson denjësisht kuvendin e Kosovës, një kandidat që lexon skriptat partijake në një seancë që ka të shkruar le të themi edhe skenarin. Paramendoni si do duke një kuvend kur asnjë gjë bazike nuk është siç është sot. Pra duhet të jetë një kandidat konsensual që besoj se partit tjera kanë shprehur gatishmërinë ta mbështetjen. Sipas LDK-s? Jo, ne nuk kemi kandidat konsensual sepse jemi në tavolinë diskutuese. Pra ne jemi shumë qartë, ne jemi në opozitë, synojmë të jemi në opozitë, pra kjo është qëndrimi ynë politik, por ka parti tjera që kanë gatishmëri. Le të gjejnë një gjuhë sepse politika është për kompromis, demokracia është kompromis. Kjo është urrëtie. Po s'mund ta kuptoj se si në një anë ofendohen, shohen, bëm bashkë me listën serbe, e në anën tjetër kërkohet kompromis. Këtë gjuhë nuk e di ku funksionon kjo gjuhë. A keni marrë ftesë së re edhe nëse merrni për takim me kryeministrin Kurti, kryeministrin në detyrë tashmë, a do të shkoni në takim pasi e dim që keni refuzuar një ftesë? Deputeti Kurti. Jo, edhe deputeti. Sa shkon në qeveri ai? Me qenë se shkon në qeveri do të ketë padi penale për këtë gjë. A keni bërë sepse Ekmeti Bajrami e ka? Do ta bëjmë sepse një njeri që jep betimin për deputet është deputet. Edhe nuk mund të jetë edhe deputet edhe ushtrues e tyre e një pozicioni tjetër është ndaluar me kushtetutë, ka që thjesht është këtë çështje. Tani, ne edhe një herë po themi, qëndrimet tona janë bukur të qarta dhe janë të pandryshueshme. Por LDK është njëra prej 15-16 partive që ka Parlamenti i Kosovës. Le të gjejnë gjuhë për bashkët të tjerat dhe ky pozicioni unë është i qartë, është në kontribim demokratik të demokracisë Kosovës. Jo patjetër duhet të bëjmë bashkë 120 veta për një çështje. Mjafton 61. Unë po të kisha 48 deputet, sot të ta kisha edhe kryetarin e kuvendit, edhe qeverinë. Por se ta bëja duke i shartë tjerë, e duke kërcënuar tjerë, e duke i shantazhuar tjerë. Politika është art i diskutimit, është bindje, është parim, është një zorë e fundit ditës. Ju faleminderit shumë. Faleminderit.
vazhdojmë pra me punimet e seancës konstitutive. Kundër? Le të sjellin një kandidat apo kandidate që vërtet mund të jetë më e pranueshme për opozitën. Ne jemi të gatshëm të votojmë një kandidate ose një kandidat i cili nuk ka prapa vetës një histori të përçarjes, po dhe dështimeve siç i ka kandidati aktuale e cila dështoi për herën e tretë. Po ju e pa se edhe kësaj rade, edhe PDK, edhe LDK, edhe AK votuan kundër, duke pa mundësuar kështu konstituimin e kuvendit. Sikur se e dini, zonja Albulena Haxhiu, gruaja më e votuar në këto zgjedhje, është kandidatja e lëvizjes vetëvendosje. Dhe një gjë duket është e paqartë ose qëllimshëm, po anashkalohet konstituimi i kuvendit, është obligimi të gjitha partive që janë pjesë e parlamentit, përderisa natyrisht qeveria është përgjithësi ekskluzive e fituesit të zgjedhjeve. Kështu që ka pas një takim sot, por duket që edhe pas takimit nuk ka pas ndonjë reflektim nga partitë tjera. Ne shfrytëzojmë edhe këtë mundësi që t'ju bëjmë thirrje të gjithë deputetëve që të mundsojnë konstituimin e kuvendit, sepse siç e dini, pas votimit të kryetares, pastaj është edhe votimi nën kryetarëve dhe tek në atë kohë konsiderohet që është konstituar kuvendi. A e krejtë është shkruar jashtëligjshëm pozitën e ministrës në detyrë, themi shumë me qenë se është konsideruar si tillë? Këtë tashmë mvaret nga kush është konsideru, ju e dini që ne kemi jap ndërheqjet sipas obligimit ligjor, dhe në anën tjetër jemi qeverinë e detyrë, sepse jemi të obliguar të sigurohemi që dorëzimi t'i bëhet ministrave të cilët do t'jenë në qeverinë e Radhës. Faleminderit shumë. Unë do t'jem në shërbim aty ku e konsiderojmë bashkërisht është e nevojshme. Çdo pozitë imja gjatë gati 20 viteve shërbim në institucione publike ka qenë një përgjegjësi që ka marrë për të shërbyer dhe për të kryer punën, andaj do t'jem aty ku konsiderohet që është më e rëndësishme. Faleminderit shumë. Që nga 15 prilli, kuvendi mbetet i bllokuar, herë me raportin për verifikimin e mandateve, dhe tani me kundërshtimin e emrit tim për të qenë kryetare e kuvendit. Duhet ta keni parasysh që Kushtetuta e Republikës së Kosovës, gjykimi i gjykatës kushtetuese, jep të drejtën partisë fituese të dalë nga zgjedhjet që të bëjë propozimin e kandidatit për kryetar të kuvendit, në këtë rast kryetarit të kuvendit, dhe këtë të drejtë nuk ja jep opozitës. Prandaj është e rëndësishme që të kuptojnë forcat politike në kuvendin e Republikës së Kosovës, të mishrohet vullneti i popullit, sepse qytetarët e Republikës së Kosovës e kanë mbështetur fuqishëm lëvizjen vetëvendosje në zgjedhjet e nëntëshkurtit. Ne kemi shumë vullnet që të ecim përpara, por nuk mund të na detyrojnë ose imponojnë emrat e kandidatëve